Rastet e personave të prekur me tuberkulozë në Shkodër kanë njohur rritje vitet e fundit, kryesisht pas pandemisë COVID-19, mjekja pneumologe Genda Smaja në ditën e botërore të tuberkulozit thotë se janë rreth 15 deri 20 raste reja në vit, një shifër që cilësohet e lartë, shqetësues mbi faktin që të prekur janë dhe moshë të reja. Data 24 mars shënon ditën ndërkombëtare të tuberkulozit. Është mjaft e rëndësishme si ditë për të rikujtuar edhe një herë këtë smundje dhe për të nxitur veprime për parandalimin dhe mbi të gjitha për ndërgjegjësimin e popullatës në lidhje me këtë smundje. Në qytetin e Shkodrës, situata në vitet e fundit, po flasim për periudhën e mbas Covidit, vjet re një numër prej 15 deri në 20 raste të reja të diagnostikuara në vit. Për shkak të përdorimit të kortikoterapisë, pam një tendencë të lehtë rritje të rasteve me tuberkulozë. Ka pacientë kryesisht moshat e reja të cilët ne na vinë në fazë fillestare me prekje pulmonare, ka pacientë të cilët mund të jenë dhe mosha më të avancuar të cilat vinë me prekje dhe me shtrirje më të madhe dhe forma më të rënda të tuberkulozës. Janë të shpeshta rastet edhe tek të rinj, shohim edhe moshat e reja. Ajo që nevojitet për të prekurit nga tuberkulozi në rastet kur paraqiten simptomat është të diagnostikohen sa më shpejt në mënyrë që sëmundja të mos përparojë për të shkaktuar gjendje shëndetësore. Diagnostikimi sa më i shpejti i kësaj patologjie në mënyrë që të parandalojmë diagnostikimin e pacientëve në forma të rënda, pra në format fibrokavernoze ose në format infiltrative, pra në stadiet e fundit. Për tuberkulozën, thotë mjekja Smaja, ka një stigmë se mund të sjellë pasojë fatale tek personat e prekur, por kjo nuk qëndron si pasaj, sepse është një sëmundje shërueshme. Tuberkulozi është i shërueshëm, por ka shumë rëndësi që të ndiqet në mënyrë të rregullt dhe në mënyrë të afërt me pneumologun dhe të trajtohet sipas skemave të përcaktuara mbarkombëtarisht. Pra, është një stigmë akoma, por është një sëmundje e cila duhet të diagnostikohet në kohë, të trajtohet në kohë dhe padyshim është një sëmundje që është e trajtueshme dhe e shërueshme. Dita botërore e tuberkulozit që shënohet me 24 mars si në ndërgjegjësimin e kësaj sëmundje, duke qenë se shirët e prekurve vitet e fundit kanë njohur rritje, duke përfshirë dhe Shqipërinë me mbi 250 infektuar dhe afro 11 milion në botë.